Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot është dita e 23 e protestës mbar kombëtare për atë që quhet revolucioni i flamingove. Por shpesh në këtë studio, në këtë emision, unë kam ftuar protagonistët e saj. Por çfarë mendojnë ata që jo i rrin larg protestës, por janë pjesë e asaj zonës gri, janë intelektual, por që nuk janë aktiv, nuk janë protagonist dhe zëri i tyre pothuajse nuk dëgjohet. Unë kam zgjedhur të diskutojmë sot për protestën, po jo vetëm për protestën, për situatën që ndodhet në Shqipëria dhe jo vetëm Shqipëria politike, por gjithë shoqëria shqiptare, një personazh që gati është i panjohur për publikun shqiptar, por ai është një përkthyes shumë i njohur në fushën pra të përkthimit të letrave, është përkthyesi 50 librave në gjuhën shqipe, është fituesi i çmimit Andersen me përkthimet e tij të poetit dhe autorit të sa prallave nga Danimarka, që është edhe heroi kombëtar i Danimarkës, dhe ky çmim është çmim ndërkombëtar, pra i ardhur nga Danimarka, dhe mbi të gjitha ai është bërë një video i tij është bërë virale në YouTube, mund të themi që është nga videot më të shikuara. Një gazetar, një kolege ka gjetur rastësisht në rrugë dhe i ka marrë një mendim për situatën dhe ajo është bërë virale. Ky është arsyeja, po edhe ajo tjetra që ky është i përkthyes, nuk është një njeri i zakonshëm, dhe unë kontaktova me këtë person, quhet Klodian Briçi, dhe për avantazhin tim si gazetar, kemi qenë të dy në një kurs në Fakultetin e Histori Filologji, kur studionim të dy për gjuhë lehtësi dhe u diplomuam të dy atje. Klodian Briçi, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Shkënaqësi e vërtet që më ftuat, e pranova ftesën me kënaqësi të jashtëzakonshme për të folur diçka mbi ngjarjet që po ndodhin edhe mbi krijimtarinë time. Tani për gjithë ata që unë bëra këtë hyrje, do doja regjia që këtë tavolinën kështu ta fokusonte, pra ne të dalim të dy këtu të shikojmë kush është Klodian Briçi. Ja, ti ke këtu 50 libra. Shiko. Domethënë janë njerëz të heshtur, njerëz mbrapa kuintave, njerëz që nuk i shikon kush backstage, por një përkthyes i 50 librave që as flet kur, as e dëgjon kush, as e di kush, ky bën punën e vet, është intelektual dhe mendimi i këtyre vlen më shumë se sa mendimi i atyre që bërtasin nëpër Facebook, edhe nëpër protesta. Kjo është zona gri. Unë nuk e di fare se çfarë mendon Klodian Briçi. Kemi qenë në gjuhë lehtësi në fakultet bashk, por sot do të shikojmë se çfarë ti do na thuash. 23 ditë protesta. Për ty ka ndikuar në jetën tënde këto protesta? Jo, as pak. Fare? As pak, sepse shiko, për çdo njeri që është sadopak i zgjuar, ka lexuar, e ka vënë trurin punë, i njeh ngjarjet e Shqipërisë, historinë e Shqipërisë, e di fare mirë se si bëhen protestat në këtë vend. Si bëhen protestat? Protestat bëhen këtu tani, e para njëro nuk merrem me politikë. Jo, apolitik. Ti merresh fare me politikë, fare. Nuk më ka Ti e përkthyes edhe nuk më i ka interesuar fare ndonjëherë politika, sepse di fare mirë se si është politika në Shqipëri, kush e solli në skenë këtë klasë politike, arsyet, sa do vazhdoj kjo klasë politike e tjera. Tani, e dim që protestat në Shqipëri nuk organizohen nga populli. Këto janë protesta të cilave u duhen politikës. Pse? Në rastet më vendimtare, kur bëhet fjalë për të shitur interesat e popullit, vetë politikanë të ndryshëm, po që jo vetëm këta këtu, edhe diçka nga Bashkimi Evropian dhe besoj matan Atlantikut, organizojnë protestat të tilla me qëllim që i këtij mendimi jam unë, nuk pretendoj, nuk mëtoj se kam të vërtetën, thjesht nuk shtu e shikoj këtë pikpamje po them. Një intelektual kështu thotë që ky është mendimi im, por kjo nuk do thotë që kjo është e vërteta, sepse një intelektual ka një ndërgjegje shumë të lartë se sa një masë e madhe njerëzish. Ditë themi këtë që ujku mjegull do. Lind pyetja, po bëhen këto protesta, pse pikërisht ashti? Pse jo më përpara? Pse jo me ato që ndodhi në Rjoll të Lezhës? Atje ka pasur dhun të papar, janë marrë zvarr njerëzit. Mendohet që ka lidhje me një politikan, ato interesa tregtare atje, fitimprurse kanë lidhje me një politikan, mendohet se me një klasë të tërë politike. Lind pyetja pse me zvërnecin tashti? Cila është arsyeja? Pse? Shiko, ka një shprehje. Do të ty, jo vetëm s'ka ndikuar, po ti s'ke marrë pjesë në si protestë? Fare. Pse?
Po sepse unë e di qëllimin përse bëhen këto protesta. Po pse kjo protestë nuk vlen fare? Pa është protestë e bukur më Klodi, ajo është me rini, me madje dhe fëmijë. Po patjetër, po një pjesë e madhe e njerëzve janë të mashtruar. Më fal, e kanë arritur ata piksynimin për cilën janë ngritur në protestë? Jo, kanë 23 ditë sot. Çfarë është bërë këtu? Kush ka përfituar nga kjo protestë? Pyetja, kjo është një pyetje $1 miliard, jo 1 milion. Kush ka përfituar nga kjo protestë? Politika. Pse? Sepse gjatë kësaj kohe janë miratuar disa projekte ku do të ndërtohen vendbanime të paktën në deltën e Vjosës ose në zonën lumore të Vjosës, në viset lumore të Vjosës janë miratuar të paktën një ose disa projekte për ndërtimin e qyteteve për hebrejt. Janë dhënë 1250 hektar tokë, 9000 njësi banimi, 70 fusha golfi. Do t'jetë një qytet sa Korça. Ku është kjo? Në zonën e Vjosës. Po ku se di këtë? Si e vërteton? Ku e keti këtë vendim? Çrëndsi ka, unë e mora vesh nga TikToku. Kush dëshiron të marrë vesh të vërtetën, e merr vesh të vërtetën. Janë dhënë miliona euro, pra miliarda lek, për studimet e fizibilitetit atje, ndërkohë që është shpallur Vjosa. Do të duke thënë që atje do ndërtohet një qytet me hebrejnë. Po nga do vinë këta? Po shumë, ata do vinë janë hebrejnë të pakënaqur nga lufta që po ndodh aty, nga politikat e Netanyahut edhe të sionizmit. Edhe do vinë këtu? Po, ky bile ka qenë, shikoj, Shqipëria ka qenë një projekt që në vitet 30 shekullit të kaluar. Po, e di këtë. Nuk u bë për shkak të konjunkturave dhe të ndryshimit të programeve politike që ndodhen aso kohe atëherë, por ishte lënë që Izraeli i ri të themelojë këtu në Shqipëri, të themelojë. Pse? Pikërisht pse në Shqipëri? Në Shqipëri sepse Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, me një klim të mrekullueshme, të mos harrojmë Shishulli i Sazanit. Shqipëria po të dojë mund të kontrollojë një pjesë shumë të madhe të tregtisë që do të rigjallërohet shumë shpejt, do të vi me miliona njerëz nga Azia, nga lindja e largme, të cilët do të dynden në Europë, edhe vetëm për shkak të rritjes së prodhimit do të duhet kalojnë me miliona euro taksa ose mallra, po puna është që këto anije që do kalojnë nga sipërfaqja ujore e Shqipërisë do duhet taksoheshin. Këto nuk taksohen. Mendohet, po shikoja një material aty tregoi që këto protesta janë bërë qëllimisht nga këto shërbimet e huaja me qëllim që Shqipëria të mos kërkojë taks për të gjitha këto anije me mallra që do kalojnë nga sipërfaqja e saj ujore. Mendohet që Shqipëria mund të humbas nga 200 milion deri 1 miliard euro taksa në ditë. Këto protesta po i organizon. Kështu kam dëgjuar unë. Kush po i organizon? Është një dorë e fshehtë që i bën këto punë. Për shembull, këtu kalon tapi. A merr populli shqiptar, a merr qeveria shqiptare, a merr buxheti shqiptar para nga qiraja? Jo, asgjë. Do ta diskutojmë pak më vonë tapin, po mbetemi këtu te protesta. Ishte një logjik. Tani një qytet, do ndërtohet një qytet sa Korça në Vjos. Po. Tani, si do ndërtojë dhe kush e ndërtoi këtë qytet, se ne s'dim asgjë. Po nuk dihet kjo, prandaj u shërbeu protesta këtyre, sepse populli ka një shprehje, ujku mjegull do. Ndërkohë që Shqipëria shitet, coptohet, çarvalitet, capërlohet, janë bërë marrëveshjet. Kjo marrëveshje nuk do kalonte dot, po të mos kishin këto protesta, sepse njerëzit do të ngriheshin. Mënyra më e mirë për të kaluar këto lloj marrëveshjesh është dihet që hiqet vëmendja nga gjëja kryesore. Organizohet vetë protesta. Tani ndodhi diçka në protestë pardje që një person hoqi i maskuar madje, hoqi flamurin te ambasada e Izraelit dhe përdhosin në mënyrë dhe kjo është dënuar. Cili është mendimi juaj? Shiko, në një protestë e para njërë ne duhet dim që ka edhe element provokator të futur nga shërbimet e huaja ose qoftë edhe nga rangjet qeveritare për të treguar njerëzve që ja kush janë protestuesit, këta nuk ja vlen ti dëgjosh, këta janë antisemit, këta janë antinjerëzor, jetojmë në epokën e globalizimit, ku njerëzit duhet rrinë bashkë, nuk ka më kufi kombëtar, nuk ka më interesa kombëtare, nuk ka më gjuhë kombëtare. Problemi është që të gjitha këto përdoren për të maskuar atë planin e madh, skllavërimin e mëtejshëm të kombeve edhe të zhvendosjes popullatës. E ke vërejtur, ne këtu në Shqipëri nuk jemi 3 milion. Nuk kemi asë në 90-ën që më duket kemi qenë 3 milione e 300.000, diçka e tillë. Disa thonë dhe 4 milion, po 3 milione e 300.000. 4 milion kemi qenë. Problemi është që ka qenë një plan i mirë menduar, i mirë organizuar për t'i larguar njerëzit nga ky vend, nga Shqipëria. Pse? Shqipëria fle mbi pasuri prallore. Shqipëria është një vend
është një vend me klimë të mrekullueshme. Është një vend me bujqësi të mrekullueshme që mjafton të mbjellet ky vend, e mban jo 3 milion, po mban dhe shumë më tepër, thonë ekspertë. Mund mbaj 6 ose edhe 9 milion. Ka bërë fai Konica së 20 milion mund mbaj gjithë trojet shqiptare. Po nuk e kemi fjalën për thjesht fai Konicën, ne kemi fjalën edhe për ekspertët. Do të thuaj që ka një platformë për largimin e shqiptarëve. Këtu e kam. Janë vënë, ndërkohë që bëj protesta, janë vënë 1250 hektar në deltën e Vjosës, 2 qytete resorte, 45.000 banor planifikuar që do të vinë ato. Sot, sa ka sot Korça, 9.000 njësi banimi, 70 hektar fusha golfi. Përfitues, Balfin, Agna, Agikon, se më the të thash, Masterplanet, janë dorëzuar më 17 dhjetor 2024. Kanë ardhur ndryshimet ligjore, ata e dini mirë që nuk do ta bënin dot këtë, se populli do të ngrihej, se nuk të fali njerëzit kur bëhet fjalë për t'i nxjerrë njerëzit. Jo, më ngasmove të kjo që ka një platformë thua ti që të largohen shqiptarë. Po si? Si ta vërtetojmë ne këtë? Se ti je përkthyes i saktë, domethënë që cili është një material, një platformë e shkruar që hajde ta e para njërë është platforma... Ta shkatrojmë Shqipërinë. Se kështu ka shumë e rëndë kur e dëgjoj. Është platforma e Çubrilovicit. Çubrilovici ka thënë këtë. Tani për gjithë ata që nuk e dinë ose din pak, është një autor serb i viteve 30 që ka shkruar një libër, një platformë për po themi për shkatrimin e kombit shqiptar. Po sigurisht. Duke qenë se serbëve u ka dalë nami. Vasot Çubrilović. Unë nuk kam asgjë me serbët, madje mendohet që 45% e serbëve sotëm janë shqiptar, janë katolik që kanë ndruar fe, pra të konvertuar, të ortodoksuar, e ke parasysh, që kanë përqafuar fe. Dhe sipas Çubrilovicit, thjesht fare. Do t'u anëzim jetën shqiptarëve në atë farë feje që ata të largohen vetë, pra të mos duket si genocid shtetëror. Jo, çfarë lidhje ka ajo platformë e Çubrilovicit e viteve 30 me tani? Pa ajo platformë vazhdon. Ajo platformë u la ose u ndalua në epokën e komunizmit dhe pasandaj vazhdoi. Oligarkia doli hapur kundër tokave shqiptare dhe ai vetë Çubrilovici ka thënë këtë, kjo ne do të vëmë politikan që janë tanët, që kryen misionet tona, qëllimet tona. Kjo po ndodh. Ti shikoje, është shumë e vështirë që një shqiptar të gjej punë sot, i nxjerrin lloj pengesash të ndryshme, ndërsa dyert u hapen këtyre që vijnë nga Filipinet, Bangladeshi, India. E diti sa indianë priten të vinë tashti? Shumë shpejt. Jo, sa? 300.000. Kur më? Shumë shpejt, pjesë. Një pjesë kanë ardhur, nuk kam asgjë, janë njerëz. Jetojmë në epokën e globalizimit, kështu që do marrim e do japim, po jo që ne të ikim nga trojet tona, se ne nuk kemi vajtur, u kemi zënë trojet të tjerëve. Tani mbetemi pak te Çubrilovici. Domethënë, kjo ishte një platformë vitet 30 që donte shpërbërjen e kombit shqiptar. Tani, si mbas 100 vjetësh do zbatohet kjo? Si do zbatohet kjo? Po shiko, masoneri. Pastaj kombi shqiptar ka arritje më të madhe që një komb me 2 shtete tani. Dhe fuqia jonë është e madhe tani, nuk merret në një vendim në Ballkan pa shqiptarët. Thua ti. Po më 2 shtete ne Faktet tregojnë të kundërtën. Që Shqipëria u krijua si shtet jo nga shqiptarët njerë, u krijua nga të huajt dhe kryesisht nga katolikët, nga Xholiti dhe një mbret austriak. E para, e dyta, shqiptarët nuk kanë pasur, tash ti themi ca gjëra ashtu siç janë për të thënë. Kur shqiptarët nuk ishin shtet, slavët erdhën, krijuan shtet, krijuan perandori, i shtrin tentakulat kthetrat e tyre në një pjesë shumë të madhe të Ballkanit. Ti thua që ne mund të jesh shumë i shtrirë, por kjo nuk do të thotë se ke fuqi ekonomike, politike, shoqërore, aq sa ti detyrosh ustallarët e Brukselit, edhe të Atlantikut, edhe të Washingtonit që të diktosh vullnetin tënd. Është e pamundur. Ne kemi shtete si India që janë nuk e di 1 miliard e 300-400 milion njerëz, dhe kur vjen puna janë shtete që nuk kanë as fuqinë vendimare sa që ka Italia. S'ka të bëj fare ajo punë. Nuk ka të bëj fare. Puna është këtu që kjo platformë vazhdon, kushdo që ka një uri. Si, do të platforma e Çubrilovicit, se ajo është platforma më e ndyrë, më e keqe. Shkontarizimin, largimin e shqiptarëve, ja ashtu ka ndodhur që nga 92 e këtej, shqiptarët kanë marrë arratin, kanë ikur. Po kush e zbaton këtë? Si? Në çfarë? Është kjo klasë politike që kanë vënë ata. Nuk bëhet. Kush e kanë vënë ata? Serbët. Do ti thuaj që këtë klasë politike në këto 36 vjet. Sigurisht, unë mendoj kështu. Thashë nuk merrem me politikë, nuk. Jo, ti s'merresh për kthime, po ti mund të kesh lexuar gjëra që s'e ke lexuar ne. Problemi është këtu që
Kjo klasë politike erdhi nga masoneria, pik, bankierët e fuqishëm kishin vendosur, dhanë urdhër 1988-89 që do binte sistemi. Kjo klasë politike ishte përgatitur prej kohësh nga sistemi i mparshëm. Pikërisht pushtetin ti mendon se byroja ose më sakt, ata që e sunduan Shqipërinë për 45 vjet, ti mendon që ata morën fund në 90-ën? Me rënien e sistemit dhe me rënien e bustit të Enver Hoxhës? Jo, ata e kanë pushtetin. Kanë pushtetin ekonomik, politik, shoqëror, të gjitha ata i kanë. Po mirë, ti thuaj që klasa politike, klasa politike bie Sali Berisha, Aleksandër Meksi, Fatos Nano, të gjithë kanë ardhur, shikon, nuk mund të Meta, Padeli Majko, Edi Rama, ti thua këta janë të serbe? Unë po them këtë, të gjithë ngjyrimet që kemi, politik, të gjithë kanë vazhduar me këtë lloj plani. Nxiua jetën shqiptarëve. Pa mundsojo jetën këtu, me qëllimin që të marrin arratin. Qëllimi të largohen këta, të vendosim të tjerë këtu, se këta duan të bëjnë dhe një status quo ekonomike. Kaq sa duan këta. Me këto lloj rroga ashtu ulta. Për shembull, një indian nuk e ka problem të marrë 450.000 lekë, 450 euro. Për një shqiptar është problem. Puna është se këta duan të shfrytëzojnë pasuritë prallore që ka ky vend, të fitojnë shumë duke dhënë tepër pak. Tepër pak. Por kjo nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, kryesisht në Shqipëri. Po jo, flasim për Shqipërinë. Kryesisht në Shqipëri, po kjo do ndodh shumë shpejt në Europë. Pse? Po mirë, tani kjo protest. Tani çfarë ndikon te kjo që thotë ju? Kjo është një protestë që unë të paktën jam i këtij mendimi që bëhet nga qarqe të caktuara politike për të mos u marrë vesh poshtërsi dhe batërdit që po bëhen mbi këtë kom. Të thash, janë dhënë leje që këtu pak nga pak po kafshohet, po të kurret, po rrudhet territori i shqiptarëve. Shqiptarët duhet ikin, shqiptarët nuk kanë më vend për të jetuar këtu. E diti që ka dalë shumë shpejt, po lexoja edhe diçka që do katërfishohen këto çmimet e taksat e pronave. Domethënë, do bëhet jeta kaq e vështirë, taksat do të bien kaq të vështira për shtëpi që ne kemi privatizuar dikur, kemi dhënë para, sa nuk do kesh dot mundësi ta shlyesh, atëherë do të vinë hebrej nder, ta blejmë ne largohu nga Shqipëria. Unë nuk kam asgjë me ata, sepse unë jam studius i Biblës, unë e lexoj Biblën, por gjërat janë kështu. Po ti po thuaj që hebrejt janë rreziku i shqiptarëve? Nuk e di, besoj tani po, mund të jetë edhe kështu. Se çfarë rreziku? Ne shpjego këtë. Si na rrezikojnë ne hebrejt? Ti thuaj që ata do vinë këtu do na zvendësojnë ne? Po sigurisht pra. Sa po ta thash? Po ti pse s'ke ikur ti për shembull? Ja ti me shumë mundime jetoj dhe unë këtu, se nuk mund të jetosh dot me art. Si jeton ti? Me këto përkthime. Por aq kohë sa këtij shteti i nevojiten përkthimet në Shqip, ka të ngjarë që dhe Shqipja të shkojë për skrap. Ka të ngjarë që dhe Shqipja të shkojë për skrap. Jo Shqipe? Po edhe Shqipja fare. Zhduket? Shqipja nuk u zhduk atëherë kur thoshin si u shkroka kënga. Po ja pra po e bëjnë tashti, po e bëjnë. E diti që kujdesi ndaj Shqipes në epokën e komunizmit ishte shumë herë më i lartë nga kujdesi që tregohet tashti. A e kupton se çfarë bëhet? Sot ka një braktisje të plot të interesit për gjuhën shqipe. Po si t'ja shpjegojmë atyre që po na ndjekin tani që Shqipja rrezikon të zhduket, se këtë e thotë një profesor. Se do largohen pra shqiptarët. Mendohet që nga 3 milion që jemi, dhe pse nuk besoj që ai regjistrim t'i kenë nxjerr 3 milion, po nëse është muhabet tjetër, e din ata që e kanë bërë atë lloj regjistrimi. Por analistë pavarur thonë që jo, ne nuk e di, mund të kemi ngelur 1,5 milion këtu ose 1,800,000. E kupton që ne do shkojmë 500-600.000 këtu. Me këto lloj ritmesh. Themi edhe një herë para 150 vjetëve. Do jemi shumë keq. Dhe Shqipja do të jetë një gjuhë e pakicës, nuk do të jetë gjuhë më e shumicës, do vinë të tjerë këtu. Do vinë të tjerë. Po ta thash, vjen dikushi nga India, paguhet 600 euro, i paguhet ushqimi, i paguhet edhe strehimi. Për shqiptarin jo, pse? Pse u hapen dyert huajve dhe shqiptarëve u nxjerrin lloj pengesash? Pse ka mundsi Vëndaliut t'i nxjerrin pengesa ndërsa të mërguarit mërgimtarit i hapen dyert edhe mbahet, por është një plan i mirë organizuar, pra duket. Kush e bën këtë plan? Është një plan i politikës, ose më saktë i atyre ustallarëve që qëndrojnë hije dhe që i tundin fijet mirë nëpërmjet zeglave të tyre. Edi Rama. Shikon, unë nuk merrem me politikë. Unë di të them vetëm këtë. Po se ai është kryeminist. Nuk mund të vish ti dot të dalësh në skenën politike pa pasur bekimin e qarqeve të fsheta që drejtojnë botën. Botën nuk e drejtojnë këta që ne shohim. Po kush e drejton? E drejtojnë të tjerë, bankierë tepër të fuqishëm, të cilët kanë shtrirë pushtetet e tyre në mbar botën.
me mënyrat e tyre, me organizatat e tyre, të dukshme dhe të padukshme. Ata e bëjnë atë punë. Kur e pe atë skenën e Zvërnecit, që unë e them kështu me humor, Akili po të rishte Hektorin, se kështu ishte ajo gati. Çfarë të erdhi në mend ato momente? Kjo është vetëm fillimi që do të ndodhë. Se çfarë do ndodh? S'keni parë gjë akoma. Ky është fillimi. Ti po përsërit frazën e kryeministrit? Unë nuk jam kopjac, s'jam kopjues unë. Ti e përkthyes? Unë jam përkthyes, se di shqipen shumë më mirë se një pjesë shumë e madhe e njerëzve. S'keni parë gjë akoma. Ky është veç se fillimi. Që do të ndodhë shumë shpejt. Ti po na trembo Klodi? Jo, unë të tregosh të vërtetën, nuk do të thotë trembësh. I paralajmëruar i fituar, i thot populli. Gjërat janë kështu, ne po i shikojmë, jeta bëhet me shumë stres këtu. Me shumë ankth, po ankth kanë shqiptarët, jo të huaj që vinë, edhe që punojnë këtu, dhe që u hapen dyert, u shyen dyert, edhe mikpriten si mbretër. Për shqiptarin jo. Pse? Kush e ndërtoi këtë këmbë? Kush i bëri ato hidrocentrale vigane që ka Shqipëria? Kush i bëri? Po shqiptarët. U bën gjatë regjimit komunist? Po, u bën gjatë regjimit. Kush e ndërtoi Shqipërinë? Ti po vlerëson Enver Hoxhën? Jo. Sepse ai ishte njeriu i tyre, njeriu i bankierëve të fuqishëm, ai kishte njohje të jashtëzakonshme. Edhe ai bankierëve. Edhe ai bankierëve. Nuk mund të dalësh ti dot në skenën politike pa pasur bekimin e bankierëve të fuqishëm që drejtojnë botën, edhe të qarqeve të fsheta që merren me rituale as pak të këndshme. Enver Hoxha thotë i bankierëve, Sali Berisha i bankierëve, Edi Rama i bankierëve. Unë nuk po them këtë, unë po them kështu, unë di që klasa... Se këto që kur ishim fakultet o Klodi? Po sepse atëherë nuk i dinim gjërat. Nuk ishte informacion. Po? Me hapjen e rrjeteve sociale, me zhvillimin e internetit, ne po i marrim vesh gjërat. Dhe gjërat janë ashtu siç kurse kanë shkruar libra që këta i quajnë konspiracionist. Gjërat kështu janë mjerisht. Po këto janë teori konspirative apo? Jo, këto nuk janë teori konspirative. Këto janë teori të sakta thotë? Teori të vërteta. Nuk mund të shiko, ka pasur politikanë që nuk i njihte kush. Për shembull Titoja. Josip Broz Tito. Po? E para njësë është nga hebrejnë të Austrisë. Është hebre. Nuk është kroat? Jo. Ai erdhi nga asgjë, po lexoja një material, erdhi nga errësira, u ngrit me një herë në pushtet. Si ka mundsi? Të ngrënë ato qarqe, që të sjellin për qëllimet e tyre. Të ngrënë. Tani më numërohet gjithë ta hebrejnë që ti thua që janë bërë dikush. Madje edhe mbreti Zog për shumë kishte në oborrin e tij mbretëror, kishte një person hebre. Nuk erdhi nga asgjë jam. E ke fjalën për atë Gjilardin? Nuk e di, mendoj që ka qenë duket një fotograf. Ishte njeriu i tyre. Ata kanë pushtet në të gjitha vendet e botës. Tani, po në Shqipëri ka politikanë me origjinë hebrej që kanë bërë karrierë? Po. Kush? Po dy të paktën. Kush janë? Nuk ka rëndësi. Kanë vdekur që dy. Jo, po na i thuajmë që kanë vdekur. Dhe janë nga dega sefardike e Spanjës. Po kush janë këta se? Nuk ka rëndësi, kanë qenë të nomenklaturës vjetër. Këm ngurën për këtu se... Jo, mendoj që nuk ja vlen të tregoj. Dy politikanë kanë qenë hebrej, e? Po hebrej. Po ku, mbas 90-s, thua ti, apo para 90-s? Para 90-s, në epokën e komunizmit. Gjatë regjimit komunist? Dy hebrej? Ua. Dhe kishin... Nuk kam asgjë me hebrejnë, unë e dua Biblën, e lexoj Biblën për natë. Bibla është një mrekulli e vërtet, por ata nuk kanë asgjë tash të përbashkët me Biblën. Atëre, qeveria është vënë siklet me këto protesta? Unë mendoj që jo. Fare? Sepse ajo po arrin të kryejë ato planet fsheta që i kanë vënë si qëllim vetes. Për shembull, kur ndërkohë që vlonin protestat, u dha leje për kull mbrapa pallatit kongreseve, një kull 225 metra i lartë. Dihet kujt u dha, kush e mori. Kujt u dha, kush e mori? Shkërëndësi ka, le t'ja lëm publikut. E din shikuesit për. Jo, na e thot tani se ata që ta ndjekin të lutem, kaq sa fola duket sikur jam njeri politik, po unë jam apolitik. Jo, ti je fare politik. Po të bëj unë politik sot. Jo, unë nuk pranoj të bëhem politik, por ti të them këtë që ujku, mjegull do shtetit, politikës u duheshin këto lloj protestash. E diti që në ato protesta që po bëhen tashti ka 350 njerëz të një miliarderit madh që kontrollojnë atë protestë. Çfarë thua? Po. Shqiptar. Po të paguar. 350. Po. Protestuesi ka vetëm një biznesmen. Çfarë ka? A kanë arritur ata protestues ato synime që i kanë vënë vetes? Jo. Kështu që unë nuk kam pse, domethënë. Unë di të them vetëm këtë që është një plan duket qartë.
Janë nxjerrë dhe ligjet për që hebrejt këtu të blejnë tokat tona bujqësore, të huajt mund vinë dhe të blejnë tokat bujqësore këtu. Pse po lihet Shqipëria qëllimisht e pambjell? A ke u thuar ndonjëherë nëpër Shqipëri? A ke u thuar? Unë isha së fundmi në Burrel. Vajta me një mikun tim. Ai kishte makinë, se unë nuk kam makinë, nuk kemi ne intelektualet makinë. Ne duhet të sakatohemi në të gjitha drejtimet, ne pse intelektuali nuk u duhet zëri intelektualëve atyre, se intelektuali të thuç tregon të vërtetën. Po gjithsesi, kur vajta ishin 99.99% e atyre fushave të mrekullueshme që ka visi Burrelit ishin të pambjella. Sepse janë politikat e tilla që nuk ka rimbursim, punasht, mos ketë rimbursim, mos mbyllet toka, edhe të vinë tjerë ta blejnë për 5 lekë të tokë bujqësore të mrekullueshme që ka Shqipëria, edhe ata të bëhen pronar të vërtet. Po prit se nuk do mbaroj kjo punë me kaq, jo. Do të na nxjerrë, ka të ngjarë na nxjerrën edhe nga shtëpitë. Si të nxjerrë nga shtëpitë? Duke rritur shumë taksat e pronave. Do të bëhet e pamundur. Ne edhe sot që flasim për shembull, ne paguajmë më shumë ujë se ç'duhet paguajmë. E diti që Shqipëria është shteti kryesor që ka ujë, kam dëgjuar njerëz që mund furnizojë deri në 300 milion njerëz me ujë. Aq shumë ujë ka Shqipëria. E diti që 80% e Adriatikut mbushet nga uji që derdhet nga lumenjtë e Shqipërisë, 80% e detit Adriatik. 80% e detit Adriatik mbushet nga lumenjtë e Shqipërisë. E kupton tani? E kupton që dikur në vitet 60-70 këtu kishte a 19.000 metër kub, nuk e di diçka 19.000 metër kub ujë për frym. Sot mund të ngelur 9.000 ose 7.000 metër kub ujë për frym. Pse duhet dilte 700 ca lek 1 metër kub ujë që ta shet shteti? Për të shumë pak. Klodi, ti voton? Ke votuar? Kurrë në jetën time. Si, nuk e votuar asnjëherë? Kurrë. Pse? Po sepse unë nuk merrem, nuk jam marrë kurrë me politikë. Po jo, pastaj unë këtë politik nuk ka lidhje votimi me politikë. 11 zgjedhje parlamentare ti nuk e votuar asnjëherë? Kurrë. Po pse? Sepse e para njëherë nuk e kam vënë besimin tek qeveritë njerëzore. Unë jam njeri besimtar, lexoj Biblën dhe e di mirë se ku duhet vënë besimin, te Perëndia dhe te mbretëria e tij, që përmendet në Bibël. E dyta, që edhe kjo është kryesore, për këtë votosh. Për njerëz të cilët nuk përfaqësojnë interesat e shqiptarëve, për njerëz të kapur nga qarqe masoniste, nga qarqet e drogës dhe të mafjes. Pse ti pande se këta politikan mbrojnë janë sovran të interesave të popullit? Po t'ishte kështu. Gjendja nuk do t'ishte e tillë. Që janë sistemi to, Klodi? Jo, nuk jam as pak. Tani janë 11 zgjedhje parlamentare, 10 zgjedhje lokale dhe ti s'ke votuar asnjë? As edhe një herë. Ti je rekordmen në Shqipëri pastaj. Fare. Do unë po bëj zbulim sot. S'kam lidhje unë fare me politikën Shqipëri. Jam taksa pagues i rregullt. Unë flet puna ime. Ja, do flasim për atë punën tënde. Flet puna ime, nuk merr. Sidomos një klasë politike e cila dihet se nga kush erdhi, kush i ndau rolet në atë klasë politike. Kush e bëri? Po dihet ai që ka vdekur. Ramiz Alia. Pse ti besonte platformën e Katovicës që zvotuar? Sigurisht. Ka shumë materiale të cilat flasin për të. Shiko, në rast se ai do të ishte vërtet kështu siç thon politikanët që e shajnë, ka qenë i tillë, pse nuk i dha një dënim të merituar atij njeriu? Ai thjesht burg bëri. Po mos harrojmë që komunizmi leu duart me gjak. Vrau shumë, preu shumë, mirë që vrau e preu, po e rroposi këtë popull në skamje dhe mjerim, sepse janë marrë tonelata të tëra ari dhe janë çuar në Zvicër, në Francë. Dihet kush i ka marrë. Për llogari të kujt kanë shkuar gjithë ato flori ar, argjende, më thash, diamante, gur të çmuar. Kështu janë gjërat. Pastaj ka dhe dëshmi, njerëz të cilët ka dhe dëshmi që tregojnë qartë kush e vuri këtë klasë politike. Kjo klasë politike kurrë nuk ka pasur në zemër interesat e shqiptarëve, se po t'i kishte, nuk do ta katandiste popullin kështu. E kuptojnë që ne jemi edhe më keq se në komunizëm? Jemi më keq se komunizëm? Më keq, ne kemi një varfëri më të tmerrshme se sa në komunizëm, sa atëherë të paktën punoje, merri diçka jetoje. Sot jeta është bërë e pamundur. Si mund t'i kërkosh ti, të kërkosh njerëzve kur as nuk u jep para, dhe të kërkosh të paguajnë dritat, ujin? Su jep ti si shtet. Nuk u ke krijuar as mundësi që këta njerëz të punojnë, qoftë në sektorin publik, sektorin privat, por sektorin publik dihet ai muhabet që
është i mbushur nga militantë. Po ti, si është jeta jote, Klodi, se ti je përkthyer, ti punon në një shtëpi të caktuar botuese apo je kështu freelance? Jo, jam freelance, domethënë punoj me shtëpi të ndryshme botuese. Po? Dhe kam punuar dhe pak në shtet, Punuar në shtet? Po, kam punuar në një institucion të Ministrisë Kulturës. Sa qëndrove atje? 5-6 muaj. 5-6 muaj, po pse ike vetë? Jo, aq më mbajtën në punë, aq ishte. Të hoqën nga puna? Po, më hoqën nga puna dhe mbajtën militantët. Çfarë thua? Njerëz që kanë dhe mungesat theksuara të etikës komunikimit, që nuk janë të aftë për atë punë që bëjnë. Po i ka vendosur partia, po të vendos partia, je super i aftë, po nuk bësh super i aftë kur të vendos partia. Aftësia vjen nga leximi, studimi, edhe nga rrethi shoqëror që ke. Kështu mirërisht është. Janë gjërat në Shqipëri. E kuptojnë që kemi bërë hapa mbrapa. Kemi bërë hapa mbrapa, po marrin arratin njerëzit. Aty ku banoj unë, kanë ikur po thuaj shumica, janë emigrim. Sikurse po ndodhin gjithë Shqipërinë, këtë se them vetëm unë. Është një politikë e mirë menduar që ky kom të mos mbillet, ky shtet, tokat e këtij shteti të mos mbillen, që këtu të nxjihet jeta shqiptarëve në të gjitha drejtimet, me qëllim që shqiptarët largohen. U zbrazën trojet shqiptare, po, u arrit qëllimi, do vinë të tjerë pastaj këtu. A ka zgjidhje? A zgjidhje unë mendoj që shqiptarët nuk mund t'japin dot zgjidhje. Pse? Nëse japin shtetet e huaj, po shiko, shtetin shqiptar nuk e themeluan dot shqiptarët. Shtetin shqiptar të thashë, themeluan, mbaj mend kur kam punuar në një gazetë, aty tregonte kryeministri italian Giolitti dhe një austriak. Ata as nuk deshin kështu mysliman, po sollën princ Vidin. Pastaj dihet si ndodhi, plasi ato luftrat ballkanike, lufta e parë botërore. Ti je mbështetës i teorisë që shtetin shqiptar e krijuan austro-hungarezët? Jo, unë kështu thon dokumentet. Jo unë. Kështu thon dokumentet. Mbështetja më e madhe nga austro-hungarezët ishte, po edhe shqiptarët patën një rol. Sigurisht, Ismail Qemali erdhi për shumë, donte të bënte diçka të bukur të mirë, po nuk bëri. Nuk bëri. Erdhi pastaj Zogu, pati gjërat e mrekullueshme, gjërat e mira që ai solli, se në fund fundit ai arsimoi një inteligjencë të tërë dhe janë arsimuar gjithë në universitetet perëndimore ata. Kishte gjë pak. Ne kemi ëndër të arsimojmë në Itali, në Francë, Gjermani, në Angli. Por gjithsesi kishte edhe ajo kohë problemet e veta. Si e vlerëson ti Edi Ranën? Shiko, unë të thash nuk merrem me politikë. Unë ti them vetëm këtë që e gjithë kjo klasë politike ka dështuar për të përmbushur pritshmëritë e ke fjalën edhe për Sali Berishën? Të gjithë kanë parë vetëm xhepin. Kanë parë vetëm interesat e tyre dhe të atyre që i kanë vënë. Se nuk kanë ardhur vetëm. Nuk mund të hysh ti dot në skenën politike, të dalësh në këtë skenë pa pasur mbështetjen e disa të lartëve. Po të kujt? A çon s'ka i din ata? Ata i din mirë, mund t'i pyetësh ata. Unë nuk kam interes të tregoj se për publikun këto janë të ditura, populli e di. Kush i ka sjell? Punën e kujt kanë bërë? Do të thënë ti thua edhe në protest ka të shërbimeve të huaja? Po është ngritur dhe kjo protestas edhe për shkak sepse ka dhe një problem ti që siç duket ata ustallarët që i kanë vënë këta nuk i duan më, se u kanë dalë nga shinat këta. Kur ata të thonë, ai që të vën politik dhe kur të thot dil ik largohu, do largohesh se të ka futur në politik, nuk u fute vetëm. Kur të thot dil, se kanë shumë mekanizma në dorë ata, kanë mënyrat e tyre që e bëjnë të ditur vullnetin e tyre. Kush u ka dalë kundër atyre, pastaj dihet se si ka përfunduar. Më mendohet që është edhe një kështu, kjo protesta mendohet që organizohet nga shtetet ndryshme, thonë se nuk duan ndikimin e Kushnerit në Ballkan, ka një përplasje thonë midis Netanyahut edhe Sorosit. Pra atëherë në protest nga këto shërbimet e huaja që ti the që kanë dorë, kush ka më shumë ndikim? Po kanë grekët, serbët. Grekët dhe serbët? Po. Nuk duan që ky vend të bëhet, sepse shohin interesin e tyre. Nëse në Shqipëri do kishte turizëm vërtet elitar, vërtet turizëm të mirë, një pjesë shumë e madhe e fitimeve do t'i iknin Greqisë. Do t'i iknin. Greqia nuk e do këtë gjë. Mendohet që nuk e di, kam parë një herë kam lexuar diçka i material, thoshte nuk e di nëse jam i saktë, po 50-60% të ardhurë i vijnë nga turizmi. Merr me mend sikur në Shqipëri ishte ndërtuar turizëm elitar, ti je i bindur ti që Greqia do përfundonte shumë keq, do të iknin jashtëzakonisht të ardhurat. Dhe prandaj është ndërtuar dhe ky lloj turizmi këtu,
që na dhëm sytë edhe ne, që nuk kemi marrë kur ose nuk kemi mësuar me turizëm elitar, na dhëm sytë edhe ne. Shikoj se si është betonizuar i gjithë Bregdeti shqiptar. Ti ku e bën plazhin? Po, kryesisht në Durrës, aq kam pasur mundësi edhe në Vlorë nga ndonjëherë, rrallë, shumë rrallë. Po ku merr një çadër apo vetëm Po në me një hotel? çadër, aq janë mundësitë e mia ekonomike. Do të një përkthyes i 50 librave me çmimin Andersen, do të merr një çadër dhe e ngul atje. Kaq, kështu janë katandisur, nuk duhet dëgjuar zëri intelektualëve. Është kjo më Klodi. Se zëri Ti intelektualëve ke qenë u djeg. një student i shkëlqyer, më kujtohet shumë mirë, pasionant, dhe tani edhe një përkthyes i shkëlqyer, dhe ti merr një çadër dhe vetë bën plazh. Kaq janë mundësitë e mia. Kështu na katandisën. Të paktën ky shtet na kishte dhënë një pension se kam sjell kulturë perëndimore. Kulturë perëndimore në Shqipëri, nuk është pak. I kam sjell Shqipërisë një çmim që asnjë përkthyes tjetër. Tani do flasim. Klodi, më tregojnë që ti je autori i përkthimeve të sa librave? Po të gati 50 libra. Të gati 50 librave. Tani, ajo aty atë më tregojnë çik bukur. Domethënë, ti ke marrë çmimin Andersen. Çe ishte ky çmim i jashtëzakonshëm? Ky është një çmim prestigjioz i shuar, që vjen nga një komitet po ashtu i shuar. Nuk më japësh pak këtu? E zgjat dot pak dorën? S'ka problem se e mbaj këtu këtë. Do kush ta ka dhënë këtë? Komiteti Andersen. Hans Christian Andersen. Ja ky çmimi për Klodian Mbriqin. Po? Dhe ky çmim vjen për herë të parë në Shqipëri. Asnjë nga përkthyesit e Shqipërisë nuk e ka marrë këtë çmim. Për përkthimin e 99 prrallave nga Hans Christian Andersen, ti ke përkthyer 99 prralla nga ky është libri. Ua. Aty 99 prralla? 99 prralla. Botimi më i plot, më serioz që është bërë ndonjëherë në trojet. Dhe ta dha Danimarka. Dhe ma dha Danimarka. Është habitshme. Çuditërisht nuk kam marrë as edhe një çmim nga ministria këtu. Ndonse kam sjell kryeveprat letërsisë botërore. Do të ti ke marrë një çmim nga Danimarka, ndërkombëtar Andersen dhe këtu s'ka marrë asnjë çmim. Po asgjë. Po këtu çmimet janë qoka, ti tani kush do? Normal dihet. Kush do të Dhe kam sjell në Shqip kryeveprat letërsisë botërore, kam sjell Dickensin për shembull. Ua. Do kur të tham për çmimin, ke marrë çmim çfarë? Unë ndjeva shumë i gëzuar. Unë ndjeva jashtëzakonisht i gëzuar. Kush të njoftoi? Direkt komiteti nga Danimarka morën në telefon. Ua. Dhe si than ti ke sa shtete ishin kështu po themi garus? Po kishte shumë shtete atje konkurruese, ja që e fitova unë. Bravo, kjo është kënaqësi. Këtë çmim nuk e ke për vete, duke sigur gjithë kemi fituar këtë çmim. Ky çmim është për Shqipërinë. Po është. Nuk është për Klodian Mbriqin. Kjo tregon stadin ton si popull që ne duam letërsinë, e duam të mirën, e duam përparimin, e duam njeriu, natyrën njerëzore. Ndonse ky çmim ka qenë dhe pak i çuditshëm se mua nuk më priti asnjë nga zyrtarët e ministrisë. Çfarë asgjë dhe vëmendja e mediave. Sa kohë ka ky që është ky çmim? Në 2023-shin. 2023-shin. Dhe kush ishte ministri atëherë? Elva Margariti? Po, nuk e di, besoj ajo, pse di. Unë nuk merrem fare me politikë, ta thash. Po mirë, ti gjithë voton ty mirë ta bëj për atë punë, se ti as merresh me politikë as besoj që më ka ecur më mirë. Më ka ecur më mirë se kam ditur që mendimin e Zotit kam bërë punë, jam i qetë, pastaj nuk kam se vendos besimin tek organizata politike, të cilat dihet që nuk mund të bëjnë dot, nuk mund të përmbushin dot ato pritshmëri që kemi. Klodi, më fol pak për përkthimet e tjera. Domethënë, cilat kanë qenë përkthimet e tua? Okej, kjo është ajo kurora jote, kjo e Anderseni, se Andersenin unë besoj që nuk ka shqiptar që se një Andersenin mos ketë lexuar një prrallë të Andersenit, se jetën e kemi nisur me prrallat e Andersenit. Domethënë, ose prrallat e Andersenit, ose La Fontainein, ose Ezopin. Këtu nis jeta e njeriu, po themi normal. Atëherë, unë e kam nisur punën si përkthyes në vitin 2000 me portretin e Dorian Gray të Oscar Wilde-it. Oscar Wilde. Kjo ka qenë dashuria ime e parë. Ti përkthe vetëm nga anglishtja? Edhe nga italishtja, po kryesisht parapëlqej letërsinë britanike. Letërsinë britanike anglisht. Po Anderseni ti ke përkthyer edhe këtë nga anglishtja apo nga danishtja? Nga anglishtja, sepse përkthime nuk ka njeri që di danisht në Shqipëri, ose nëse din, ka tepër pak të cilët nuk janë të interesuar të merren me përkthime artistike. Por gjithsesi jemi që dhe publiku të jetë i qartë, janë marrë një përkthim në anglisht, janë marrë dhe 2 dhe 3 përkthime në italisht, të cilat ishin bërë nga origjinali. I kam krahasuar fjali për fjali dhe kam parë që përkthimi në anglisht është shumë i saktë me përkthimet në italisht, pra zëres Anderseni është përkthyer nga origjinali. Nuk kishte mospërputhje.
Nuk ishte fare. Po, ti e nisi me Oscar Wilde. Po, portretin e Dorian Gray të Oscar Wilde-it. E nisa. Po, të cilë është shtëpi botuese? Tash është mbyllur, ka shumë vite, ka 26 vjet që si shtëpi botuese. Pasandaj vazhdova me tregimet e tij, me prallat e Oscar Wilde. Pasandaj thuhet apo pastaj, se si përkthyes do të bëni kështu ty. Po, besoj pasandaj, mund thuhet edhe pasandaj, janë sinonime. Thuhet edhe pasandaj, Po, janë sinonime të shqipes. Pasandaj, pastaj ajo mori vazhdo, nuk kam përkthyer shumë libra historik, libra artistik kryesisht. Kë historik, pa më thuaj çik për historik? Po ja, unë kam dhënë Rënia e Perandorisë Romake nga Michael Granti, Konstantini i Madh nga Iliria, Michael Granti. Kam një libër këtu mbi Ballkanin, një histori e shkurtër. Edhe kjo është një vepër historike. Pasandaj kam përkthyer, për mua arritjet e jashtëzakonshme kanë qenë veprat e Dickensit. Charles Dickens? Se ne i kishim këtë të përkthyera? Po kishim vetëm 3. Kishim David Copperfield. David Copperfield. I përkthyer nga Vedat Kokona, nga përkthyesi i madh Vedat Kokona. Po. Oliver Twist i përkthyer nga Skënder Luarasi dhe Dombi e Biri i përkthyer nga Bujar Doko, të 3 përkthyes të mëdhenj. Po ti çfarë përktheve? Unë kam përkthyer Klubin Pikuik. Po. Kjo nuk ishte përkthyer fare. Jo, fare. Kam përkthyer Shpresa të mëdha. Po. Kam përkthyer dhe Kod vështira. Kam dhe një libër që e kam përkthyer nga Dickensi përsëri, të shohim të gjejmë botues. Si e ke përkthyer ti? Si e ke drejt, për shembull për Charles Dickensin, ke të drejtën ti të autor? Mjerisht me ligjet që ka këtu në Shqipëri nuk e gëzojmë më të drejtën për ta ribotuar këtë libër. Pse? Sepse e ka marrë botuesi për shkak të ashtu u bë marrëveshja, pagesat e ndryshme. Pagesa që u bë ishte e tillë që ky libër është shitur, domethënë, është shitur, e drejta e autorit. Drejta e autorit, po? Është shitur botuesi që i ka botuar këto libra. Tani mbaruam me këto të historizëm me këtë Charles Dickens. Po të tjerë librat çfarë karakteri? Po unë kam përkthyer nga George Orwelli 4 libra. Kam përkthyer 1984-ën. Po pse ti e ke përkthyer atë? Po, jo vetëm unë, janë disa që kam përkthyer. Unë paktën kam nxjerr këtë variant. Po, ja, 1984. Wow. Po, është po lëviz unë kërkoj ndjes regjia se më trojshi unë kam përkthimin tjetër, Klodi. Po. Nuk kam këtë. Po si funksionon me dy përkthime, Klodi? Këtë se kuptoj unë. Po çdo përkthyes mund të jap tani këtu nuk ka. Ngjyrat e veta. Nuk kam jo ngjyrat. Okej, gjithsesi nga filtri përkthyesit do kaloj, por ky autor nuk ka më të drejtë, pra nuk duhet paguar që të blihet e drejta e botimit, kështu që shtëpitë botuese të ndryshme janë domethënë nuk ka drejt autori. Nuk ka më. Se sa vjet ka kaluar? Mbi 70 vjet që ka vdekur. Kur kalon 70 vjet, ti mund ta botosh. Çfarë thua? Po? Po si vlerëson Klodi, vlerësohet Klodi që ky përkthim është më i mirë se sa i tjetri? Kush e vlerëson këtë? Shiko, nuk kam dalë të bëj përkthime më të mira nga të tjerët. Unë kam dalë të bëj përkthime të cilat i qëndrojnë besnik originalit. Si në anën artistike, ashtu dhe në anën kuptimore. Një pyetje, pse e përkthen emrin ti? E pronounce Winston Smith. Kjo ti duhet ta shkruash si të shkruhet, jo siç. Jo, e ke gabim. Ky është rregulli i lashtë. Jo. Në Shqip ne kemi dukurinë fonetikore, pra i shkruajmë emrat ashtu sikurse i dëgjojmë. Ky është rregulli i vjetër. Është rregulli i vjetër të cilin nuk e kemi ndryshuar. Ligjërisht nuk e kemi ndryshuar. Shakespeare. W.E. Liam, ne nuk themi ashtu themi William, e shkruajmë me U, jo me W. Pra kjo është një diskutim shumë i gjatë kjo si duhet shkruar. Unë jam kundër kësaj, Klodi, sepse ne për shembull nuk e njohim gjuhën gjibuti. Të tregojmë që jemi shtet formues. Do të thotë të zbatojmë ato rregulla që ka nxjerr Akademia e Shkencave e Shqipërisë në fjalorin drejtshkrimor dhe në botime të ndryshme që ajo akademi ka botuar. Tani, the diçka që pak që ishte shumë e rëndë që gjuha shqipe rrezikon të zhduket. Po. E para njëherë mbetemi te përkthimi. Si e përkthimi, se ti përmendet sa emra, Vedat Kokona, Skënder Luarasi, Fanoli nga përkthyesit më të mirë të gjuhës shqipe. Si është sot përkthimi? Shiko, jo se sot nuk ka përkthyes të mirë, po sot ka ndryshuar metodologjia e përkthimit. Që do të thotë? Që do të thotë, sot kërkohet sasi, jo cilësi. Nuk mund të kesh sasi dhe cilësi bashkë.
Sasia nuk jep gjithmonë cilësi. Po ti e fut aty me Google Translate dhe me ChatGPT edhe Nuk e di, ka që e bëjnë atë punë. E bëjnë, Gjithsesi, edhe nëse e bëjnë, Bëjnë, me Google Translate, me ChatGPT, këtë ChatGPT e kam dëgjuar, po nuk nuk e një fare këtë. nuk. Ti akoma s'ke votuar, imagjino te ChatGPT Po nisa ajo janë zgjedhjet e mia që un kam bërë në jetë, për sa përket votimeve, sepse unë e di fare mirë nga kanë ardhur këta politikanë. Kështu që është marrëzi. Do të thua përkthyes të sotëm i futin Google Translate, ëh? Jo gjithmonë, ka dhe përkthyes shumë serioz, por gjithsesi, edhe nëse e ke futur në Google Translate dhe e ke përkthyer, do ndërhysh si përkthyes. Do ta rregullosh fjalinë, do ta pasurosh me sinonime, do të rregullosh renditjen e gjymtyrëve të fjalës që të tingëlloj shqip. Që ta fusësh aty, po ti duhet t'japësh përmirësimet që duan? Duhet ndihet dora e përkthyesit. Duhet ndihet jashtëzakonisht dora e përkthyesit. Nuk ka asgjë të gabuar, fakti që janë shpjegur këto mjete. Nuk është gabim, ëh? Nuk është as pak gabim, të ndihmojnë jashtëzakonisht shumë, por nuk do thotë që copy paste, jo, duhet ndërhysh ti, duhet ta rregullosh redaktori i parë i ti, ta rregullosh mirë me qëllim që ai përkthim të dalë sa më serioz, sa më saktë. Dhe Google Translate apo ka dhe programe të tjera përkthimi, nuk janë për të gjitha llojet e teksteve, sepse ka tekste shumë të vështira, të cilat vetëm mendja njerëzore mund t'i përkthejë. Jo programet e ndryshme të përkthimit. Sidoqoftë puna ime flet vet, unë u kam dhënë shqiptarëve jo pak. Kur flasim për shqiptar, nuk e kemi fjalën vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, për shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, Veriut, të Malit të Zi, pra shqiptar anë man botës. U kam dhënë gjithë këto libra të bukur, të mrekullueshëm, edhe po vazhdoj të jap dhe libra të tjerë. Besoj shpejt më del edhe një Çfarë ke në dorë që ke? Më del edhe përsëri një libër që kisha mbi 20 vjet që nuk merresha me ato autor, ai që fitoi çmimin Nobel për letërsi Këtse. Do dal një kryevepër e tij. Një kryevepër që flet. Cila shpjeguese ka? Pika pa sipërfaqe. Ti vetë s'ke një shpjeguese, Klodi? Jo, po është e pamundur që ne kemi se un po të ishte ashtu hapja vetë shpjeguese, po. Cili është idhulli juaj në përkthim? Unë nuk kam idhull, unë admiroj, pëlqej. Se nuk adhuroj këndun, po ka një plejat të tërë përkthyesish që ja vlen të përmenden si. Për shembull. Ma mendoj Petrozhej, Skënder Luarasi, Vedat Kokona, Bujar Doko, deri diku Pavliqesku. Nuk e ditë më falin të tjerët, se ka një plejat të tërë përkthyesish. Ira Meksi? Shiko, jo si ata. Ata janë të paarritshëm. Po Robert Zvarc? Robert Zvarci mirë, nuk ka qenë keq, por jo si këta. Përkthyes i madh ka qenë, por jo si Vedat Kokona, Bujar Doko. Se çfarë kishte Vedat Kokona, sepse ai përveç asaj elegancë, asaj schime, duke si natyrë dhe aristokrate kështu, edhe jeta e tij ishte e tillë. E para njerë sepse Vedat Kokona u formua në perëndim. Është gjë e madhe të formohesh në shkolla perëndimore. Po ja ti si e formuar në perëndim? Ti te filologjiku je. Unë kam qenë dhe jam nxënësi atyre. Unë nuk do të arrija dot gjithë këto gjëra, po të mos e shikoja veten si nxënës të Vedat Kokonës, të Skënder Luarasit. Ke njohur në një vet nga ata? Jo, vetëm vajzat e Vedat Kokonës. Kam vajtur, kam shprehur vlerësimin. Mirëvjenjes. Asaj po ja kam shprehur, kam thënë, ka qenë një mrekulli që e kam lexuar David Copperfieldin në shkollë të mesme, i kam thënë. Edhe janë në njerëz të cilët kanë lënë gjurmë edhe në formimin, në psikikën time, në ndërgjegjen time, në vetdijen time, këta shkrimtarë, që këta kanë qenë në radh parë shkrimtarë njerëz, se duhet për të qenë përkthyes duhet të jetë shkrimtar njeriu. Patjetër. Ta ishin të paarritshëm. Vedat Kokona për shembull ka qenë këtu më duket, ka bërë 8 vjeçarin e ka bërë këtu me mësues të huaj. Sillnin perëndimin. Të sjellësh perëndim nuk është gjë e pakët. Sistemin arsimor perëndimor, pastaj vajti u arsimua në Francë, bëri shkollën për jurist. Skënder Luarasi. I madh. I paarritshëm. Janë munduar të tjerë, përkthyes të tjerë të përkthejnë ato libra që ka bërë ai, po nuk jo në cilësinë e tij. A lexohen librat, Klodi? Lexohen shqiptarët? Njerëzisht ka rënë shumë leximi. Ka rënë, ëh? Ka rënë shumë sepse teknologjia pas ka qenë e tillë që edhe jeta që nga kaq e ngjeshur, kaq e ngarkuar sa njerëzit nuk gjejnë më kohë për të lexuar.
Politikanët lexojnë si të rezulton? A nuk e di, s'jam marrë ndonjëherë me E mos I shikon vokabolari I tyre, si është? Po duke nisur nga fjalori, unë shoh që ata kanë probleme të mëdha me shqipe një radh parë, ata s'din shqip. Ç'a thua? S'din shqip. Për kë ke fjalën? Po çrëndsi ka, Po s'din ka rëndësi. shqip. Politikanët tanë nuk din shqip? Këtë di unë shikoj mënyrën si flasin. Tani është gjuha administratës, një njeri që është politikan, po edhe një njeri thjesht xhanëm, duhet di shqip. Nuk po them ta dish në nivelin e një akademiku, po duhet di shqip. Po çfarë? Duhet dish ti zgjedhësh Ti ke për deputetët caktuar, për njerëz kur dëgjon aty apo për ashtu kur I dëgjojmë ndonjëherë, s'u para dëgjoj as televizor se nuk kam në interes. Tash, do përkthesh libra apo do shikosh televizor? s'kam unë, nuk kam në interes të merrem me politikë, se di unë. Po kur I dëgjoj, shoh që ata flasin me dialekt. Me dialekt? Po. Prit tani se Mariana Koçeku, një deputete që I ka trazuar goxha ujëre të Partia Socialiste, e kisha këtu në intervistë, tha unë refuzoj të flas gjuhën standarde, tha, unë do flas ta gegrishten. Cili është mendimi? Ja, ju jeni përkthyesi. Unë nuk kam dalë të gjykoj të tjerë, sepse nuk kam vënë ndonjëherë nota në jetën time. Por unë t'i them këtë, që kur je nëpër institucione publike, si parlamenti, qeveria, kur merresh me mësuesi, kur merresh me shkresurina nëpër administrat, do flasësh gjuhën e miratuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Gjuha zyrtare shqipe është e mbështetur kryesisht mbi toskërishtën. Nuk ka asgjë të gabuar, është zgjedhur një nga dialektet e Shqipës. Kjo është gabim? Për mua është gabim. Njeriu që është zgjedhur. Jo. Kjo thashë duhet përdorur gjuha zyrtare shqipe. Ti je tosk apo geg? Unë jam I përzier, jam gjysmë geg, gjysmë tosk. Nga je? Po unë jam Dibran. Maman e kam Korçare. Po ti që nga tamam, geg dhe tosk. Po më mirë baza dialekti tosk apo geg? Shiko, më nuk më ka ngelur mua ta gjykoj këtë punë, se kanë gjykuar gjuhëtarët tanë të mëdhenj, për të cilët unë kam vlerësim të jashtëzakonshëm. Është zgjedhur toskërishtja në një moment, në një rast të caktuar të historisë, një dialekt merr parësi dhe u zgjodh toskërishtja. Por mjerisht ne as toskërishtën nuk e kemi vjel mirë, se toskërishtja është një gjuhë e mrekullueshme, që të dish ta vjelësh atë dialekt dhe të japësh sinonimet, ngjyrimet kuptimore leksikore që ka toskërishtja, do ishte një mrekulli, ndërsa për gegërishtën është një dialekt shumë I bukur, ka një pasuri të jashtëzakonshme, ai është pothuaj fare I pashfrytzuar. Fare I pashfrytzuar. Por jo që ka të drejtë Mariana Koçeku, thatë. Unë di të them këtë, që kur je në institucione publike dhe kur mban fjalime, kur punon administrat, duhet folur gjuha zyrtare shqipe. Askush nuk të ndalon që në rrethin e ngushtë të miqve, nëse ta kuptojnë atë të folme, të flasësh me dialekt, fol. Por në këto duhet respektuar, në këto institucione duhet respektuar gjuha zyrtare shqipe. Unë nuk mund të unë vet jam gjysmë geg, gjysmë tosk. Kështu që babai im flet gegrisht në shtëpi. Gegrisht, ë? Gegrisht. Po mamaja? Mamaja flet toskërisht. Korçarçe. Ndërsa unë mundohem të flas gjuhën zyrtare. Si merren vesh ata? Po s'ka asgjë të gabuar. Gjuhë dashurisë. Edhe dialektet nuk është se kanë në dallim aq të madh sa të janë fare të pakuptueshëm. Çfarë thirrje do të bëhet ti, unë më pyesin për këtë cilësor, politikanëve shqiptar për oratorinë e tyre kur flasin? Po shna ngatron me politikanët. Jo. Po mirë ma, ata kemi zgjedhur tani. Edhe kaq sa fola për ata. E di s'ke folë një herë. Po. Okej, po për gjuhën shqipe e kam fjalën. Po ko thua thuash atyre. Jo, thuaj ti pa pastaj dëgjojnë. Dëgjoj, ata nuk janë futur në politikë për t'i bërë mirë popullit dhe për të zbatuar rregullat. Okej, këtë të kuptoj, po çfarë do të thosh për gjuhën? Mundoni flitni shqip, të mësoni shqip të uruar. Mariana Koçeku ti thoi fol shqip. Po duhet folur shqip, gjuha zyrtare. Unë nuk e njoh atë fare, as më intereson fare. Jo, nuk e kam fjalën Mariana në kuptimin unë di të them vetëm këtë që kur mbajnë fjalime, duhet përdorur gjuha zyrtare shqipe, gjuha e miratuar nga Akademia jonë e Shkencave. Dhe nga Kongresi. Po Kongresi drejtshkrimit. Drejtshkrimit. Sot ka shumë më tepër mundësi që të jesh sa më I saktë në gjuhë, jo si më përpara. Unë mendoj që duhet përdorur kjo lloj gjuhe. Nuk është se ish bërë ndonjë, se disa thonë që duhet ishte zgjedhur gegrishtja. Në rregull, por në çaste të caktuara të historisë, një dialekt I kërcen një dialekti tjetër dhe përzidhet ky dialekt.
Nuk ka asgjë të gabuar. Nuk është se Toskërishtja qëndron më lart se Gegërishtja. Janë dy motra. Është zgjedhur njëra. U zgjodh një gjuhë. E kuptoj. Por, të mos harrojmë vetëm këtë, që gjuha zyrtare shqipe ka elemente të theksuara nga Gegërishtja. Ka shumë elemente të theksuara nga Gegërishtja. Pas kësaj duhet futur? Jo, mendoj që jo. Jo. Me u bërë, me u thënë, me u ba, nuk mendoj që. Unë mendoj që Shqipja duhet të mbrohet kaq sa kemi, se ne kemi tepër të ri. Atë kujtoj të fakultet në lëndën e dialektologjisë që kemi heq për ato me u bë, me u thon, me u kështu, me ashtu. Unë gjithmonë kam qenë që Shqipja duhet të ruaj themelet e veta. Ne kemi një gjuhë shqipe që është miratuar së voni, shumë së voni, kombet e tjera, shtetet e tjera, e kishin miratuar prej qindra në mos mijëra vitesh. Tani është bërë një arritje errëzakonshme, është arritur diçka. Pse të mos ruhet kjo? Askush nuk të ndalon të shkruash vepra në gegrisht. Mund të shkruash. Madje unë në disa prej përkthimeve të mia, ku autorët shkëputen nga gjuha zyrtare angleze, çfarë ndodh? Unë i kam dhënë me dialekt ato. Me dialekt, ha? Me dialekt. Po çfarë dialekti? Gegrisht. Gegrisht, ha? Gegrisht. E ke marrë nga babi? Po besoj nga ai. Jo shumë, po gjithsesi e kam dhënë me gegrishten. Tani, jemi në fund, Klodi. E para njerë unë kënaqja shumë me këtë intervistë, me këto gjëra kaq të bukura që ti pasqyrove këtu me këta libra, nga Wilde te Dickens te Orwell, Maja ishte Anderseni, që unë besoj që nuk ka njeri që se ka për zëmër. Një njeri që ka kaluar një fëmijëri normale, Andersenin e ka lexuar dhe e ka në memorje, por mbi të gjitha për mendimet e intelektuali që dhe për atë që po ndodh me protestën dhe me situatën politike që po kalon Shqipëria. Por unë zbulullova sot edhe një intelektual që nuk ka votuar asnjëherë në 11 zgjedhje parlamentare dhe 10 lokale. Kam lidhje unë fare me politikë. Kjo është zona njerëzit, miliona njerëz i kanë votuar. Ku janë? Kanë marrë arratin. I ka përdor politika si mish për top, i ka flakur tutje. Shqiptarët kanë vajtur jashtë shtetit, nuk i kanë votuar ata politikanët huaj. E kanë gjetur veten atje, jo këtu. Si ka mundësi? Voton këta politikan, këta të përdorin si limon i shtrydhur dhe pastaj të flakin tutje. Shkojnë atje, punojnë, jetojnë edhe marrin vendime ekonomike. S'ka ardhur një deputet takoj të thotë Klodi voto për mua? Jo. Fare? Jo. Pse? Nuk e di. Do thonë që ai. Po edhe po të më thon, u apres shkurt. Mbaj më një herë po rria në shtëpi, isha vetëm në shtëpi dhe na erdhën der me dy vajza. Derës, po kemi mbledhje. Ç'a mbledhje thash unë? Son s'dit ke mbledhje me ju, i thash. Kemi mbledhje partie, i kam përzën. U zhdukni thash këtej. Largoni. Jo, largoni thash për këtej. Ky është gënjimi më i madh i kësaj klase politike që u ka shkaktuar njerëzve. Jemi më keq se në komunizëm. Ai kishte probleme shumë të rënda ai sistem, por nuk vdiste njeri për bukë. Sot me këto lloj politikash djallëzore që po bëhen, vjet në pikpyetje ekzistenca e kombit shqiptar. E diti që shumë njerëz kanë ikur, shumë qytete janë kthyer në gërmadha. Shqipëria po kthehet në gërmadh. Dhe në këto 35 vjet janë ndërtuar këto qytete në atë farë feje që shqiptarëve po bëhet e pamundur, po pamundsohet jetesa. Shiko Tiranën. Pallatet ngjitur me njëri tjetrin, po kjo është e rrezikshme. Nga ana shëndetësore, thon ekspertët e mjekësisë, se nuk ka oksigjen. Ku ka mungesë oksigjeni, diet, kur pallatet janë tepër afër, nuk ka aerosje, pra nuk ka oksigjen, ka kancer dhe lloj-lloj smundjesh tjera. Zhurma e tmerrshme që bëhet, është e pamundur të jetosh në këtë qytet. Ky qytet as fjetore nuk mund ta quash. Pse kështu duhet ndërtuar Tirana? Po, Tirana ka vend për ndërtim. Ka ende dhe sot e kësaj dite që flasim që duhet rindërtuar ky qytet, duhen hequr banesat shumë të vjetra, po duhen bërë ndërtesa të larta, të rregullta, të mira, ku njeriu të bashkëveproj dhe të bashkëjetoj me mjedisin, me lulishten, me bimësin. Klodian Briçi. Sidoqoftë unë dhe kaq sa më detyrove për politikën, se nuk jam marrë kurrë një dëntime me politikën. Mu duk një bisedë si ato që zhvillonim kur ishim në fakultet bashkë. Atëherë flitnim për letërsim, për artin, edhe për të ardhmen. Edhe për të ardhmen. Po mbas
Sa vite shi bje, 25-30, mas 30 viteve, mas 30 viteve. Unë në 2003 e përfundova e mora diplomën. Dhe, po se ishte në 97 problemi që u shty, që u mbyll shkolla. Dhe ishte kënaqësi për mua që mbas kaq shumë kohësh, jo vetëm takoja, por të zhvillonu këtë bisedë kaq interesante. Kënaqësi. Unë jam kënaqur për gjithë punën tënde, për mua është një lloj, po themi, fati që të kam njohur dhe që një po themi bashkë student që ishim në fakultet ke këtë prodhimtari, sepse fundit, Klodi, ç'a i mbeten njeriu? I mbeten këto, nuk i mbeten fjalët. Ti fol në amjezin darkë, po veprat e tua janë këto, përkthimet e tua, këto mbesin. Kështu që jam shumë i gëzuar për ty. Nga ana tjetër, edhe për ato mesazhe, për disa edhe s'jam dakord, Klodi, po ti prandaj je te zona gri. Prandaj je intelektual, prandaj Unë kam dalë të shpreh mendimin tim. Ti tund kokën tënde. Po, e bukur ka. Ja, një përkthyes ta kthen resën siç duhet. Të falenderoj shumë Klodian Briçi. Të falenderoj dhe unë jashtëzakonisht shumë për mundësinë që më dhe për të folur kryesisht për letërsinë. Që është dashuria ime e madhe. Për politikën nuk më ka interesuar ndonjëherë. Ky ishte emisioni im për sot. Publicitet nga Ora Lançafoku, mirupafsh. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.